Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot i kemi dy mysafir shumë special, një mërgjimtar nga Gjermania, të cilët kanë vendosur përfundimisht të kthehen në Kosovë. Ata do të na tregojnë rreth vlerave kulturore, eksperiencës tyre personale, ato ndjenjat e tyre si kanë qenë. Ata janë Shyreta dhe Kemal Shallaku, por para se t'ju njoftoj me musafirët, desha t'ju njoftoj që Ministria e Arsimit në Prishtinë ka ndalur mësimin në ditët e sotme për shkak të rreshjeve atmosferike dhe pengimit në trafik. Përshëndetje Shyreta dhe Kemal, si jeni? Përqiro. A keni sjellja do ta pisa trafiku ose son ndoshta rreshtet atmosferike kanë bo ato të vetën, por unë jam shumë bu ndihem mirë se nuk e keni lënë kë pjesë që me na ndalu për me ardhë të në emision. Keni njarë me knatësi shumë, gjatë gjithë rrugës ka pas shi, për ka ambienti mirë shumë, si ju përdëgjohet. Po, ndoshta edhe to të dëgjojmë pak, por ndoshta apelojmë pak si edhe muzikë të bardhë, kështu. Me përcjell bisedën tonë. Po. Ka pas kenë. A të flasim fillimisht si ka filluar rrugtimi juaj për në Gjermani? Unë kam punuar në arsim 11 vjet e gjys në Kaçanik. Studimit i kam kryer në Universitetin e Shkupit, gjuhën dhe lehtësisht shqipe. Edhe si që dini në atë kohë, në vitet e 90-ta e mbyllën shkollat, dhe 2 vite punova pa pagesë. Shyreta edhe kjo punonte në administratën e komunës të letërnjoftimit dhe mbetëm pa pagesë. Do më për rreth 2 vite prapërsisht. I kishim 3 fëmijë dhe thjesht kemi dalë për me sigurue ekzistencën tonë. Ky është fillimi në vitin 92. Dhe këtë dhe mbështetja për njëri tjetrin, ka qenë ajo kryesorja. Po. A mos kishme talura, ishme të dytë në punë, të dytë në vetëm pa punë. Edhe 3 fëmijë, edhe kjo ishte vetëmja zgjidhje për momentin që kam menduar që kjo nuk do të zgjate, një kohë të shkurtër, por ja që fati ynë e vitet 92 deri në vitin 2025 si vjet, për 33 vite rresht kemi jetuar atje. Fëmijët janë shkolluar prej që nga klasa e parë deri studimit i kanë mbaruar fëmijët të tretë atje, dhe më në fund si jetë vendosëm pavarësisht rrethanave që u rritëm si familje, shumë u rritëm, edhe nuk e kishëm të lehtë, po prap ajo ndjenja e veut. Pas gjitha analizave kemi thënë ne këtë jetojmë më mirë. Po. Desha të fokusohem pak te pjesa, si në ndje, ndoshta ditë e para që keni fillu jetën tuaj në Gjermani. Cilat kanë qenë ato sfidat tuaja personale, ndoshta adaptime dhe gjithë to, po ashtu edhe pjesa emocionale ndoshta. Qëllimi nuk ishte i lehtë drejtër me thonë. Gjenerata jonë vitet 90 ka qenë gjenerata e mesme, se gjenerata e pare e punëtore që kanë shkuar prej Kosovës tem, kanë qenë vitet 68, 70 që kanë shkuar një kryesisht punëtor krau. Nësa në vitet e 90 për shkak situatës politike në Kosovë, shkuan lloj kuadras, lloj kategorie e familjeve. Kështu që unë nuk isha menduar ndonjëherë që do të mundem punoj edhe atje në arsim. Fillimisht qëllimi ishte i vështirë. 4 vite kam bërë punë të ndryshme, kam jetuar në Heilbronn, rrethin e Stuttgartit, me 2 vëllezër që ishin me mua bashkë, dhe në familjen time, dhe pas 4 viteve, dhe me thënë vitin 95, aty hapa një shkollë private, dhe me thënë për gjuhën shqipe, sepse landi, dhe me thënë njësia federale në Baden-Württemberg, nuk e paguan të një mësues të gjuhën truaja. Dhe në vitin 97, u hapë vendi i punës në Arnsberg dhe fina Dortmundit, dhe konkurova atje
i pranova si mësues i rregull, që nga nata e shtata deri këtë vit kam punuar në arsim me të gjitha të drejtat sikur se mësues tjerë gjerman si jam, sepse aty mësues të gjuhëve të huaja, sikur shqipja, turqishtja, italishtja, portugesishtja e tjera, domethënë të gjithë paguhen në kuadër të Ministrisë së Arsimit të Gjermanisë. Si që është ai dallimi kryesor prej arsimit në Kosovë dhe në Gjermani, jo dhe si një njeri totalisht e involuar në këtë pjesë, cilat janë ato dallimet që i keni vrej? Në radhë parë dallimi është për kushtet që kemi pas atje, kushtet që i kemi lënë të në Kosovë, kushtet që i gjetëm atje, ato nuk ishën pakrahasueshme. Mandej pozita dhe autoriteti i mësuesit që është në shoqëri, domethënë edhe paga po se po dhe autoriteti e respekti që ishte në shoqërinë. Kjo ka bërë si gjithmonë të gjej kohë edhe mas orarit punës të merrem edhe me aktivitete tjera, jo vetëm brenda mureve, domethënë brenda mureve klasës me zhvillu mësimin, por e kam ditë se nëse bëhet punë më shumë edhe të shtunë edhe të dielave ty ku i plot datat e tona historike, festat, ishin jorse për nxënës dhe më shumë ato drejtoheshin dhe motivoheshin për mos me harru gjuhën, me lirë me adhehun, edhe kjo ishte detyra ime. Po janë bë Ka qenë ai projekte më madhore që e keni? Unë konsideroj se për të gjitha projekteve, projekti më madhor ka qenë ardhja e nxënësve, fëmijëve të dëshmorëve prej Kosovës. Kemi marrë fëmijë disa gjenerata prej disa komunave. Domethënë s'ka qenë e veçuar vetëm një komunë, pse unë pe Kaçanikut kam qenë, natyrisht që Kaçanikut se kam lënë anash, po kam marrë edhe të komunave tjera, të Ezajit, Trahoveçit, Prishtinës, të Pejës, dhe ato kanë qenë projekte të cilat unë në luftën e kam përjetuar përmes atyre nxënësve, atyre projekte që kemi pas një kontakt drejt për drejt me ata. Secili nxënës ka pas historinë e vet. Secili nxënës ka zbulu diçka të prekshme që me gazetarin që na ka përcjell asaj kohe, Zeneli, disa herë i mendojmë dhe i kujtojmë ato momente të cilat janë shumë edhe të lavdishme, edhe prekse, edhe emocionuese. Do me thënë, në kuadrë të tyre e kemi zhvilluar mundësinë tjetër, ardhja e atyre nxënësve për komunave, fëmijë të dëshmorëve, mandej na kemi shku me nxënës, i kemi vizituar ato komuna, me nxënës shqiptar dhe nxënës gjerman, kemi marrë, sepse unë kisha nevojë me marrë edhe nxënës gjerman, edhe kolegë gjerman edhe gjermanë, mësues edhe drejtor, sepse isha më i fortë dhe isha më i plot në realizimin e atyre synimeve të mia që morën për masa bukur të ardhjeta edhe terapika materiale që u bën një investim shkollat e Kosovës dikon për mbi 300.000 euro në 5 shkolla, 6 shkolla në 6 qytete të Kosovës, që sot ndihem shumë krenar që unë isha shkaku, domethënë se nuk ishte gjithë e imja që kisha investuar unë, po Zeneli thonte gjithmonë lokomotiva që je, të tjerë janë vagonat që vijnë mbrapa. Me të vërtet një thënie fantastike. Do doja kaloja pak te zonja Shrydat. Se ke përjetu ti personalisht të pjesën e daljes pra në Gjermani, cilat kanë qenë ato sfidat, ndoshta edhe pjesa e gjuhës ka qenë tek të dytë, por ti ndoshta e ke pas edhe këtë pjesën e fëmijëve, kujdesin pak më të madh. Po ta them të drejtën, nuk e kam përjetuar lehtë, nuk ka qenë e lehtë fillimi, thua thënë. Po me kalimin e kohës jemi adaptu, edhe me mbështetjen e kemonit kështu i kam përballuar të gjitha. Edhe ju dytë e keni pas mbështetjen e njëri tjetrit gjithmonë. Gjithmonë e kemi pas mbështetjen, dhe kështu që ja kemi dalë, po, se çdo fillim nuk është i lehtë, por
Por kjo është pjesa e familjes, sidomos që gjithmonë kur është fokusi në familje, edhe nëse i janë disa periudha të vështira si ka qenë periudha e Adolës Mërgem, pra lufta e këto, janë disa periudha që me të vërtetë munden me shfaros ndoshta një familje me dërmut këtërën, por mundet edhe me provu forcën e saj, se çka do të thotë me të vërtetë lidhja familjare. Po fëmijët janë konë shumë të vogël kur kemi shku. Ko? Po ata u rritën në kanë u rritën kuriozitet. Kështu që ne jemi mundu të dy bashk me i rrit fëmijët me dashuri, me i rrit me dashuri ndaj adhejut, ndaj edhe kjo pjesa e gjuhës n'fakt tek fëmijët a ka qenë e vështirë për me mbajt tash ndoshta edhe i keni folë gjithmonë shqip në shtëpi edhe jeni mundu mos me harru këtë pjesë pare, po ashtu edhe jo e keni pas një rol goxha t'madh n'këtë pjesë, por besoj të dytë e keni pas keni lënë gjuhën edhe unë siç e di edhe fëmijët kanë vazhdu në pjesën e arsimit mirë nga pak edhe kanë pas definitivisht rolin perfekt, pra. Për neve më e rëndësishmja ka qenë, më e rëndësishmja që fëmijët mos të asimilohen. Konsideroj që duhet të integrohemi gjithsesi, çdo gjenerat në shoqërinë, plas shoqërinë gjermane, me qenë sa ti kemi jetue, por pa u asimiluj. Po të integrohemi, po pa e harru gjuhën, kulturën, traditën tonë. Dhe në këtë drejtim unë e kam kushtuar rëndësi shumë të madhe, kryesisht familjes time dhe fëmijëve mi, kam pas aty frikën më të madhe që mos të devijojnë, domthon kombëtarisht të mbetin të pastër. Edhe e kam arrit atë, jam shumë krenar. Sot fëmijët e mi jo që flasin gjuhën, po janë kompetent për gjuhën shqipe. Djali i vogël në universitet e kam marrë atje, po punon me nxënës shqiptar. Dhe tjetër, edhe vajza edhe djali tjetër Albini edhe Lulja flasin shqip, se nuk mundesh me dallu që a janë rritë e shkollu atje apo këtu. Sepse në radhë parë kam shfrytzu mëmësi, pushimit e kemi pas 4 herë në vit. Ne kam qenë 4 herë në vit këtu. Edhe kryesisht i kam taku me familjar, me një pamesa që ti njohin të gjithë. Kështu që i kam lidh me atë vejo. I kam lidh. Dhe tash ato janë binar dur, binar të mirë dhe po për ta prap themi te shyretja. Ne kemi pas mysafir shumë, të shumt, edhe në familje. Edhe shyreti gjithmonë i ka prit me bujari dhe me zemërgjërsi të gjitha të mysafir. Ty përfshin edhe nivelet e larta të qeverisë. Kanë qenë ministra në familjen tonë, kanë kaluar net e ditë të tëra, edhe ajo është krenaria jonë më e madhe, edhe shreti kush na shlodh. Po kemi pas edhe fëmijë të dëshmorëve, fëmijë normal që kemi marrë prej Kosovës, prej shkollave, gjithmonë shtëpia jonë ka qenë e hapur dhe i ka mirëprit mysafirt, po kjo ka qenë edhe një argument që fëmijët e mi u lidhen më shumë edhe më shumë me Adreon në Kosovën këtë rast. Po, sidomos kjo definitivisht janë dhe nga familja, nga kultura që ja keni dhonë fëmijëve, edhe po besoj kjo ka vazhdu edhe gjeneratat e tjera. Se kujtoni ju ato momentet ndoshta ma të hidhura që i keni pas, që i keni të i kalu ju bashkë si çift? Mas lyfte ku kemi ardhë, pas 3 javë që ka përfundu lufta, kemi ardhë këto, kemi pas 2 shtëpia, familja, dohan vëllezërit, kemi pas babën e nanën, tani babën ma nuk e kam ka vdek, nësa nana jeton në Gjermani, edhe aja është tash në moshën 93 vjetë, dhe kur kemi ardhë këto, 2 shtëpiat kanë qenë të djegura, fshati komplet i djegur. Këtë 2-3 shtëpia në fshat që këshën mbet pa u djegë. Ka qenë diçka e të mërshme ka qenë, shumë e të mërshme. Dhe në kohën sa ishte lufta këto, ne mend të kishme të familja. Sot
kur i shoh disa filma që janë xhirue për nanën dhe babën se në çfarë dhe thona kanë dalë në kam edhe kanë dalë intervistën atë e të mërshme prej Kaçanikut në Shkup kanë shku dikun rreth 30 kilometra në kam në muajin shkurt besoj që ka qenë ajo rrugtimi. Pas lufte për çdo vit si kemi pa ndryshime, për çdo vit se nga ne jemi të prirë mos me i pa zhvillimit sa duhet. Po sot Kosova vetë vërtet është zhvilluesi vendet në rajon që janë nuk janë si Kosova, definitivisht nuk janë. Ndoshta në Kosovën ndoshta edhe para 5 viteve e shohim një dallim goxha të madh. Infrastrukturë zhvillume, shtëpi të bukura, gjithandej gjitha shkollat janë të rregulluara mirë me standarde që disa shkolla ja kalojnë edhe disa shkolla në Gjermani, se ka shkolla në Gjermani që nuk janë me këtë standard që janë tash shkollat e reja në Kosovë. Domthonë vërtet është për kënaqësi dhe s'ke çka me thonë përveç se me qenë krenar me vendin tanë dhe me jetue. Ne pe shijojmë mirë këto pensionin. Unë nuk jam që mund të rri badihava edhe ndjej që kam energji akoma edhe kam marrë edhe dua të zhvilloj edhe aktivitete edhe politike, jam angazhuar edhe në politikë, kam mbështetjen e shoqërisë atje në Kaçanik dhe mundohem të jap një kontribut jo për interes material, thjesht se jam i përmbushur edhe me karrierë në Gjermani, edhe me familje, edhe materialisht, jam i përmbushur, asgjë s'më mungon. Kam pensionin e mirë, po thjesht dua që t'jap një kontribut, kontribuoj më të tjerë për vendin ku kam lind, ndoshta mundem me bë diçka më mirë. Arsime në politikë, a mendoni se kjo është ndoshta edhe një fushë pak më që nuk lidhet as shumë me arsimin? Dhe nuk lidhet hiç me arsimin se ne s'kemi pasur drejt me zhvillu këtë aktivitet hiç në Gjermani, dhe me thonë i ke pasur drejt me mendue për një parti politike, po s'ke pasur drejt me zhvillu aktivitet politik. E tash ajo që më ka mungu atje, du ta bëj këtu. Atje do keni shfrytzuar rastin edhe me të vërtetë pensioni është vetëm një mushë, por njeriu është gjithmonë i ri në shpirt. Desha të fokusohem pak më shumë te kjo zonja Shyreta. Si e keni përjetuar mirë pra kthtimin në Kosovë? Ta them të drejtën, e kam menduar, nuk e kam menduar në se si do të, po e kam mbështet Kemalin, edhe kështu tash po ndihem mirë këtu. Mund të them që na mungojnë nipat ndonjëherë. Unë jam morë shumë në fëmijët atje, i kam qunë qerdhe, i kam shetit atë, jam kujdesur shumë për ata. Edhe këtu ka qenë ajo që më kanë munguar edhe shumë, po nis mu adaptu këtë. Unë kom dhe një informacion se ju para disa ditësh po ashtu kishe edhe ditëlindjen edhe keni festu këto, si ka qenë a emocion me festu në pikërisht në vendlindje. Po, ka qenë vendlindje. Patë mesat pa fëmijë. E kam di mungesën, ta thënë, të drejtën, po s'ka me bo. Po asa tu ndedhjet për ditëlindje. Po sigurisht atje gati për çdo më ka pas ka një ditëlindje se kemi 6 nipe e 3 mbesa. 3 fëmijët e mi kanë secili për ty ka 2 djembe me vajzë, 2 djembe me vajzë, 2 djembe me vajzë, e ne kemi 9 nipe e mbesa dhe mendo për muj në çdo muj pra farzi çdo të jakin ja pas një ditëlindje. Edhe motiv shkas për mu taku e ma shpesh me festu bashkë. E kësaj radhe pas 33 viteve ditëlindjen shëreti e festuam vetëm unë dhe kjo bashkë Pa nipate. Pa prezencën e tyre, po jemi të kënaqur, jemi të lumtur se ata janë rahat atje, bëjnë punë profesionale, kanë mbaruar shkollimet, janë mirë, janë rrugë të mbarë, edhe kena ban krenar, renovi me ta, janë fëmijë shumë të mirë të edukuar janë, edhe fëmijët e tyre tash pe i edukojnë mirë, edhe kjo pjesë e jona kështu mendoj që është më e mirë për neve, më e shëndosh. Kjo fjala dardha pikë në ndardh, pra nuk kam pas ka me dalë. Tuk e marrë për asysh se
dy të prindë jeni aq fantastik edhe aq kujdesshëm. Kjo ka vazhdu me zënërata pastaj. Po, Po në pak tek rrjeti dhe komuniteti juaj social, pra në Gjermani e dim që edhe këto kjo pjesa sociale po puna, por edhe shoqëria në një shtet tjetër i ka ndoshta ato sfidat e veta. Si keni formu ju rrethin tuaj shoqëror? fillimisht ka qenë interesant se ka pasur në thash prej dy gjenerata që kishin dalë vitet 70 dhe 80-ave, po më vonë në këtë drejtim kam kontribuar, kam dhënë një kontribut shumë. Fillimisht kam formu shoqata kryesisht te shkolla, klube që të bashkohen shqiptar. Po sot në shkollën ku kam punu unë, kanë qenë 5 mjek e mjeke, 2 mjeke e 3 mjek që kanë punu në klinika shqiptar. Domethënë, edhe në të gjitha profilet tjera, në gjykat, në administratë, në polici, domethënë edhe ish nxënës të mi që kanë mbaru shkollimin, domethënë janë avancu, bëjnë punë shumë të ndryshme edhe me autoritet me autoritet zyrtar në Gjermani. Dhe mirë po kam përshtypjen se pas periudhës luftës, se para luftës kanë qenë bashkëm shqiptarët. Ishte ajo ndjenja me ndihmu atë dhehun, e pas luftës kanë ndryshu shumë çka. Domethënë si familje, si individ kanë përparu shqiptarët, por si bashkësi në pak qytete që Ka ndryshu pak tek dy gjeneratave. kanë ndryshu. Jo të gjitha gjeneratat e jetash e kanë motivin për atë dhehun, për ata me prosperue, me mbaru shkollimin, edhe është njësoj sukur me jetu atje, sukur dikun tjetër. Natë shumë rëndësi sa që ju duhet. Jo, se për fat keq ka familje të cilat kombëtarisht nuk janë në nivelin e duhur, vetëm me përgjegjësi, sepse di, ka familje që ka pas shkollën 10 metra, 15 metra, nuk kanë ardhur në zonë shkollë shqipe. Po ka familje që ka pas 30 kilometra, kanë qenë të rregullt kanë qenë. Ata kanë investuar në fëmijë. Edhe nuk kanë. E orë të mësimit tuk e kanë punë. Po. Vazhdimisht e kanë thonë se investimi më i sigurt është në fëmijë. Se kur të rritet po siç kam investuar, e merr drejtimin. E sa është në moshë 3, përmes shkollimit, në gjuhën shqipe kanë fjalën, është një orientim kombëtar. Në tregova këtë pjesën e shkollimit, se është që ne ju në Kosovë. Sa rëndësi japet, cilat ishin ato rekomandimet tuaja? Unë nuk jam kompetent me vlerësu këtu shkollimin këtu, po them që atje në Gjermani, në qytetin ku kam punuar, kryesisht janë orientue profile të cilat kanë pas nevojë komuna apo qyteti aty, apo rreti që ka pas nevojë për ato profile, edhe nxënës janë orientue, domethënë që nga klasa e 9 e 10 fillojnë të marrin orientimet edhe me mësim praktik. Domethënë me mësim praktik edhe bëhet orientime. Për çfarë kodra ka nevojë shteti, domethënë orientuhen. Ndërsa këtu unë mendoj shoh kam has raste që kanë mbaruar fakultetet, kanë mbaruar universitetet ndryshme, punojnë kamarier, punojnë punë ndryshme, se vetëm është janë prodhu kodra, po pa ditë se Zorta nuk e kanë gjetë vetën. se kanë gjetë vetën, po pa ditë se ka nevojë komuna ose respektivisht shteti. Dalin kodra edhe nuk dinë se për çka ka nevojë. Unë mendoj kështu. Ndërsa atje shkollimi në shkollë të mesme, ata që mendojnë me përfundu me shkollë të mesme, marrin një drejtim për një zanat. Ata shkojnë 2 ditë në javë në shkollë, 3 ditë në zanat. Dhe ato sigurisht se kur ta mbajnë atë që janë për profesionin e tyre janë tamam kompetent. Patjetër edhe kjo pjesa ndoshta është më e mirë për ekonominë e shtetit, po edhe mirëqenien e secilit person. Për shkak se e gjen një vend secili person edhe nuk mbetet pa punë, pa t'holla, pa gjitha këto më radhë.
Në shumëtën e rasteve aty ku mbaron praktikën, e merr drejtimin edhe për 2 vite ka shkollimin aty dhe në shumëtën e rasteve po aty e vazhdon punësimin mandej për tërë jetën. Cila pjesë arsimit në Gjermani ndoshta juve nuk ju ka pëlqyer? Cila pjesë e? Arsimet në Gjermani ndoshta juve nuk ju ka pëlqyer ose e keni po ndoshta pak më të mërzitshme. Nuk di çka të them për pjesën për shkollat fillore të mesme. Nuk di çka të them, nuk më ka pëlqyer. Nxënësit atje janë tepër të lirë, tepër, po jo të dhunshëm. Të dhunshëm s'janë. Kështu ndëgjoj nga ne, nuk e di, po ndëgjoj nga ne si janë edhe të dhunshëm. Ndërsa edhe atje ka raste që shkolla në qytete të mëdha si Dortmund ku kam punuar është të eksponuar në qendër. Aty më në afër shkollës shitet droga, bën çdo gjë, domthonë janë rrezik as shkolla aty, rrezik shumë. Po shkolla e mbyllën me 2 oborrin për mos me pas qasje të tjerë. Do të thonë në këtë drejtim. Imit është edhe ajo që e përmendëm më përpara që ju thatë që i keni dhënë shumë rëndësi gjatë edukimit të fëmijëve tu. Pra e keni pas këtë pjesën që mos me deviju se këto probleme fillojnë sidomos në adoleshencë, pra shkolla e mesme lartë është ajo që nga mosha 15 vjeçare e kanë trurin ndoshta adoleshentët më të ndikueshëm edhe më të ndihshëm që me pas ndoshta me marrë leksioje të keqe të jetës. Unë ju kam prigu gjithmonë në jetës në qytetet të mëdha, në kryesisht kam jetu në periferi të qytetit, do të thonë aty mundësia më e vogël për me deviju, edhe mendoj që i kam pas vazhdimisht e kam imponue kontaktet me shqiptar, me familje të mira, jo kam imponue, jo kam trasu rrugën fëmijëve, sepse në qytetet të mëdha prap po përmend Dortmundin, edhe një pjesë e Dortmundit që është kryesisht me të huaj që jetohet aty. Aty është vështirë të shpëtojë fëmiu pa devijue, them. A ka më vështirë, po. E kjo ka qenë për mua shumë e rëndësishme që atë moshë me u kalu fëmijëve pa probleme. Dhe mandej janë pavarur edhe janë dedishëm, dinë çka bëjnë. Tash që janë 30, 33, 35 vjet, atë janë vedishëm edhe kanë ndrokimin e vet. Por prapë se prapë po ju referohemi si fëmijë, pra te kjo është gjithmonë ndoshta e shihni në formën e tyre si fëmijë edhe e keni atë dashurinë e njëjtë. Normal. Ndoshta edhe më shumë tash, nuk po e di. Po që na mungojnë sigurisht po, edhe ju na ndaj aty në, po aty na ndaj nesh, ato përpresin me padurim se ne sot një javë do të udhtojmë për Gjermani, do të shkojmë për 3 javë bashkë me shoq, me shuretin, edhe Me do t'i bëni në Gjermani ato, po, ka herë. kam ndryshu raporti. Tash për pushime shkojmë atje 2-3 javë, edhe ato po gëzohen që po shkojmë ne, edhe fëmijët me padurim po na presin, për çdo mënyrë në telefon, kanë mbetur edhe 5 ditë, 6 ditë dhe një javë, po. Çka po ju mungon tre jetës në Gjermani përveç familjes? Për jetës në Gjermani na mungon është një temë e prekshme dhe ndjeshme për fatin e keq të qytetarëve në Kosovë edhe sot pas 25 viteve nuk ka sigurim shëndetësor. Nuk janë të siguruar qytetarë, domethënë nuk ban më se duhet me këshy me herë gjepin, a ka mjete, a ka lek me u kontrollu, a ka lek me pagu, as ka. Mandej rregullimi i pensioneve jo që është i rregulluar sikur duhet këtu në Kosovë. Ndërsa në Gjermani kjo ka pas, shureti ka pas rasti ka shku e ka vizitu më shpesh edhe spitalin edhe mjekun, po trajtimi që bëhet nuk e ke s'ka them vetëm para kamera, po vetë janë befasue që çfarë trajtimi i bëjnë të smurit në spital. Edhe asnjë cent nuk e paguar. Sigurimi shëndetësor që
liçea primare që do duhej pas 25 viteve definitivisht Kosova që i po ndrohen, do të bëhet edhe më të tjerë. Nuk është frikë kjo punë, a duhet me u kry kjo punë, se të gjithë kanë mundësinë me trajtu sëmundjen dhe ka njerëz të cilët vdesin vërtet se nuk e ka mundësinë me trajtu sëmundjen që e ka një sëmundje. Ndërsa atje, pavarësisht çka ke punue, ku ke punue, në spital je i barabartë, je i trajtuar prej mjekëve me respektin më të madh. Kjo është ajo që të mungon në fakt, se ke siklet ku shkon me u kontrollu te mjeku. Mandej tjetra administrata këtu paksa m'duket është e komplikuar. Kam pasas, kam shku për një dokument, për një certifikat lindjes, dikush tjetër e ka nxjerr ata, dikun tjetër më pagu njëra, dy sa paguë, dikun tjetër me nënshkruje, e tjetër i katërt i kam shuvul. Do thonë, një birokraci e panevojshme që edhe krijon një tollovi edhe në për ato sportelet, edhe në për zyra, ndërsa atje e nxjerr dokumentin në moment që ke kompjuter, në aty, din sistem edhe mbaron punën. Vetë nënshkruan, vetë vullos, vetë e patë edhe mbaron puna. Dhe mos ka birokraci. A këtu është një pak, po mendoj unë, e ke siklet me shku në për zyre, për formalitetet, qojnë prej asaj zyre, këte ke zyra tjetër, enësh në për koridor, këtë dy. Kreditën, në fakt, ke procedurë. Po, edhe unë mendoj që këto dy elemente unë që e kam pa që na mungojnë për atjetë. Që atje ka një rregull, shëndetësia, sigurimi shëndetësor, je i sigur se ke problem. A ju mungon diçka prej rutinës, pra në Gjermani, ndoshta dikun ku keni dalë, keni pas një restorant preferum, ju mungon ndoshta me shku aty apo një kafe? Ti këtu ke prej diçka interesant. Na mungon prej rutinës, na kemi qenë një grup shoksh, kolege, unë 12-14 shqiptar, që rregullisht jemi takuar me ta. Dhe thonë, nëpse kemi jetu me nga 100 km largësi njëri për tjetrit, po rreth 30 vite që kemi jetu bashk, jemi taku për çdo 2-3 javë, një muaj, edhe kemi pas ndeja të gjata, dhe kemi ndihmuar në tjetër familje, edhe profesionalisht me u ngrit, edhe në gjitha detimet, kështu që kemi kontribuar si kolegë, domethënë në punën tonë profesionale, edhe mandej kemi ndet, tash ato po na mungojnë detin, me thonë shumë po na mungojnë. Kemi pas edhe vende të caktuara të preferuara ku kemi dalë. Po Është goxha një kohë e gjatë, 30 vjeçare, përmendet? 33 vjet. Ko? Që kemi jetu atje. Po edhe shoqëria këto, e prekëm në këtë pikën e shoqërisë, pra është kjo rëndësia e shoqërisë, me rrethu veten me shumë persona, me persona do të thonë të ndenjtë edhe që me të vërtetë të vinë diçka të mirë në jetë. Po gjithsesi. Njeri gjithmonë transformohet, edhe mendoj që jam transformuar në rrugtimin tim, jam transformuar shumë. Nëse e krahasoj veten para 33 viteve dhe tash, Cilat janë ato ndryshimet kryesore? Ndryshimet kryesore, në kohën kur kam dalë unë, këto ishte, do në vitin 90, filloi demokracia, po, do në ishte para 90 ishte komunizëm. Do nuk e pas guxim të dalësh kundër drejtorit shkollës, ose kundër kryetarit komunës me forcë o këtash. Tash është pak demokracia të prumë, se tash po marrin të drejtën me shah dhe presidentin, e kryeministrin për shahin dhe në Facebook e gjithkund, dhe s'po ndodh kur gjë. Për vlerësimin tim ka të prumë. Që nuk është demokraci, unë mendoj. Po, edhe ajo koha që ishte përpara, dhe me thonë kufizime,
pa të drejtë të shprehjes, të lirisë, të mendimit tanë, ajo ka qenë shumë e keqe. Tash je i lirë si qytetar, Ndoshta janë dy ekstreme në këtë janë jetë. dy ekstreme. Dhe Mu nuk më pëlqen kjo qasja e qytetarëve në rrjetet sociale, ofendimet, sidomos personaliteteve. Do të me ditë se gjithë secili ka dignitetin e vetë, me thonë, jo vetëm me autoritetin, pozitën në shoqëri që e ka, po edhe vetëm dignitet të personit thjesht, megjithatë ka një dignitet. po, do të me pas ndoshta nivel, një sjellje, një respekt për persona ndryshëm. Duhet ketë një kod. Duhet ketë një rregull, po. Ju zonja student, çka keni vrejt tek vetja sot dhe 33 vite mbrapa? Cilat kanë qenë ato ndryshimet se po me zotëri Rimal na tregoi se mërimi me të vërtetë të ndryshon. Cilat kanë qenë ato ndryshimet se i keni vrejt tek vetja? Si, me thënë të drejtën që atje shumë ka pasur ndryshim për vetë vetën. Ka qenë një ndryshim shumë ma i madh. Ndoshta vetëm ajo ndjenja që po jeni shtat tjetër edhe nuk po e ndjen ndoshta si qytetin tënd dhe është ajo pasiguria që mundet me pas persone, patjetër. Po, patjetër, është e pasiguria, po se di, kjo ka qenë ajo që atje janë e kam 2 vjetin shumë pika ma e lirë, ma kështu. Duke se ka qenë ndoshta një eksperiencë goxha se e rrezikshme një aspekt e keni pas e keni gjetë veten edhe e keni bu ma të mirën të mundshme për situatën që ka qenë, pra edhe rrethona të ndryshme. Po kjo kishte pasigurinë kur ishte çështja e vendimit të kthimit tonë të përhershëm këto, për shkak që pikërisht për atë që ja përmenda më përpara sigurimit shëndetësor. Me thonë atë jashtë ndi gjithmonë ma komod, ku ka pas nevojë, të mirë, ka po në spital me shkue, trajtimi është ndi me e sigurt është ndi. Edhe ka pas rastu me një pushim ka qenë smur, edhe nuk di se si me urgjencë ka shku për Gjermani se edhe shërbime të gabushme këtë edhe po ka pas eksperiencë keqe, edhe kur ka shku për i tonë, vetë për aeroplan, vetë në spital ka shku se ishte shumë rrezik. Këtë e kam pas pasigurin. Këtë që më ka ndodha i rasti, po Shka me shtavet në vetë një frikë, pastaj gjithmonë tenton që t'jesh gjithmonë shumë e kujdesshme dhe pavarësisht zonë të jam shumë Po. të ushqimit e të kujdesshme vetëm për shkak të pasigurisë, nuk e di, nuk është prej ç'është shkak. po ndoshta po ka qenë vetëm një Është pasiguri të e keni mbështetjen me njerë në krahun e djathtë siç e përmendëm edhe besoj që komet najt zotëri Kemal gati për çdo kërkesë tuaja. ja ç'është po. Neve për na vizitojnë edhe miq e shok gjerman këtu në Kosovë. Pra edhe ata po vinë këto. Po, kanë qenë, po vinë edhe kanë qenë disa herë dhe vinë prapë. Edhe rrinë në Kaçanik, në Gajër, në shtëpinë time private vinë. Ato i pëlqejnë ato gatimet e shëretit, kjo i banë ushqimet e mira, e përgatit mirë, ato i pëlqejnë Po. edhe kalojnë mirë, janë shumë thjeshtë, shumë modest, drejt shkollë dhe vjen rrinë një javë në katon të ne aty, edhe dalë në rrugët katonit që ti shumë pas një kompleks, interesant shumë është. I pëlqejnë. Edhe Shumë gjerman kemi, shumë. pra, do me thonë edhe përveç shqiptarëve edhe gjermanët e kanë pas këtë pjesën që ata kanë qenë edhe të involvum në këtë pjesën e formimit edhe të arsimit, e kanë formu edhe miqësinë me jo, edhe bashkë me Kuza Mirë që kanë ardhur dhe kanë po atë pjesë të Kaçanikut, se me të vërtetë është edhe pra jetesa nga tonë, ndoshta është pak është më shëndetshmja. Më spari ajri edhe gjithmonë edhe ushqimet,
është një jetesë ndoshta që me krahasu unë e kam mu m'doket më shumë e çuditshme dhe mundet me muzon kryma prej ajrit pastër atje. Aja shumë i pastër, s'ka industri, është e vërtet që është i pastër. Latësia mbydetare është mbi 700 metre, kur dalsh manalt halala, manalt, por aty ku jetojmë ne 700 metra është lartësia mbydetare, ka ajër të pastër shumë. Edhe po ndjen mirë. Edhe ne knaqemi me vizitat që na i bëjnë ato knaqemi. Se aty jon planet, pra pas kthimit nga Gjermania, se përshë që po nipat, ju ka marrë malli për nipat në besat dhe fëmijët, edhe po të shkoni me vizitu, por pasi të ktheheni prap, se aty janë ato planet, ku keni me shku, se a ken planet pra edhe personale, kushën pra edhe të politikës, a mendoni me pas ndonjë aktivitet tjetër? Aktivitet tjetër për momentin nuk kam planifikue. Presim fëmijët ato vinë për viti këtu, do të vinë, i vjen 2 javë masi të kthehemi nëpër Gjermani, ato vinë këtu te ne. Edhe Vitin e ri me festu bashk. barokt. Ditëlindja shkoj vet, po viti i ri Viti i ri me hon vet. dohet gjithçysh. Kjo me të vërtetë që është një traditë e shqiptarëve, edhe pse nuk e kemi, ndoshta edhe festë fetare kështu vitin e ri, por Kam vetë traditë. kam vetë traditë me po televizorat kur kanë qenë kështu këgja krejt me shpinë kështu që tojnë edhe mu mbledh me dëgju muzikë, unë personalisht e muaj mend edhe me halla jemi mbledh edhe është me të vërtetë kështu një memorie të cilën një traditë që do të më mbajt gjallë. Moment me taku edhe mu argëtu e së bashku familja. Faleminderit shumë që ishit sot me ne edhe po besoj që keni kalu mirë edhe përkundër rregjeve atmosferike të cilat nuk na ka pengu për me realizu sot emisionin edhe patëm një bisedë shumë të këndshme. Faleminderit e ju. Faleminderit edhe për na shëndetin. Dashur shikues, faleminderit që qëndruat me ne sot në dita me ne. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten gjithmonë në ora 17, por edhe qëndroni me plan programin tjetër të DTV Medias dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, po ashtu në DTV Media. Deri në takimin e radhës, mirupafshim.